Me temën Kosova në një botë në ndryshim, siguri, partneritet dhe zhvillim, në Prishtinë ka nisur konferenca nënte ambasadorëve të Kosovës. Në hapje zëvendës kryeministri i parë dhe ministri në detyrë i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Glauko Njufca tha se antarësimi në bordin e paqes dhe dërgimi ushtarëve të FSK-s në Gaza është dëshmi për partneritetin me SBA-n. Republika e Kosovës qëndron përkrah aleatit tonë më të madh, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në përpjekjen e tyre për të ndërtuar paqen në lindjen e mesme. Konjufca gjithashtu tha se Serbia është burim kryesor i kërcënimit për Kosovën dhe paqen në rajon. Të pasurit në kufi të një fqinje, siç është Serbia, e cila vazhdon të mbajë raportet ngushta me Rusinë, paraqet kërcënim jo vetëm për Kosovën, po për krejt Ballkanin. Serbia vazhdon të mos e mbështes asnjë sankcion të Bashkimit Evropian kundër Federatës Ruse, sikurse në të njëjtën kohë dhe ka intensifikuar bashkëpunimin ushtarak me vende si Kina, dhe është i vetmi vend i cili në rajon mori pjesë në ceremoninë mortore të ish udhëheqësit iranian Khamenei. Ndërsa ushtruesja e detyrës së presidentës së Kosovës, Albulena Haxhiu, tha se marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë vendimtare për Kosovën. Marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë vendimtare për Kosovën dhe historia jone e përbashkët mbetet një lidhje e fortë. Megjithatë, duhet ta themi që brezi politikanëve amerikanë që e kanë jetuar drejt për drejt Kosovën e viteve 90 po të kurret. Kryeministri në detyrë Albin Kurti vuri theksin te zgjerimi i kapaciteteve ushtarake të Serbisë, që sipas tij ato lidhen me synimet homogjeniste ndaj Kosovës. Zgjerimi i kapaciteteve ushtarake të Serbisë nuk është thjesht përpjekje për të modernizuar ushtrinë e saj, por një strategji më e gjerë politike dhe diplomatike, e cila lidhet drejt për drejt me synimet e saj hegemoniste karshi rajonit tonë, e veçanëri Kosovës. Konferenca ambasadorëve të Kosovës vazhdon punimet deri më 12 gusht, me fokus të siguria, partneriteti ndërkombëtar dhe gjithçka që ka të bëjë me Kosovën në arenën globale.